Mirë avion Airbus janë detyruar të ndalojnë për një përditësim urgjent të softuerit, pasi u zbulua se rrezatimi intensiv diellor mund të ndikonte në kompjuterat që kontrollojnë fluturimin. Rreth 6.000 avion të modelit A320, gjysma e flotës globale të kompanisë europiane, rezultuan të prekura, por shumica u rikthyen në punë brenda disa orësh pasi u zëvendësua softueri. Autoriteti i aviacionit në Mbretërinë e Bashkuar paralajmëroi se situata mund të sjellë vonesa dhe anulime të fluturimeve. Airbus zbulon problemin pas një incidenti në tetor, kur një avion që udhëtonte mes SBA-s dhe Meksikës humbi papritur lartësinë duke shkaktuar lëndimin të paktën 15 pasagjerëve. Avioni detyrua të ulej urgjentisht në Florida. Por rreth 5.100 avion mjafton një përditësim i softuerit që zgjat rreth 3 orë, ndërsa 900 avion më të vjetër duhet të ndërrojnë kompjuteret e bordit përpara se të lejohet fluturimi. Franca është përballur me disa anulime dhe vonesa të fluturimeve në aeroportin Charles de Gaulle. Edhe në Shtetet e Bashkuara, disa kompani si America Airlines dhe Delta kanë paralajmëruar vonesa. Në Australi u anuluan 90 fluturime, duke njoftuar se kjo situatë mund të zgjasë fundjavës. Autoriteti Europian i Sigurisë së Aviacionit ka urdhëruar ndërhyrje të menjëhershme përpara se avionët të transportojnë pasagjerë, duke lejuar vetëm fluturime teknike prej qendrave të mirëmbajtjes. Ekspertët e aviacionit thonë se një masë e tillë është jashtëzakonisht e rrallë, ndërsa ministrat e transportit theksojnë se reagimi i shpejtë tregon standarde të larta sigurie në industrinë globale të aviacionit.